Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebisefa konkuroi në fazën e dytë të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, i cili u zhvillua mes nxënësve të 4 shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebisefa fitoi 90 pikë nga 100 të mundshme, duke u rënditur në vendin e parë deri tani, pasi ka marrë më shumë pikë se shkollat e tjera. Nesër do të konkurojnë dhe 4 shkollat e fundit. Ky konkurs ka një javë që ka filluar, duke përfshirë të gjitha shkollat publike dhe jo publike të Bashkisë Lushnjë. Konkursi, një iniciativë e rëndësishme për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe, zgjati 2 orë. Sot u zhvillua faza e dytë e konkursit të gjuhës shqipe 2026, ku shkolla jonë u paraqit denjësisht në këtë konkurs. Përfshirë të gjitha rubrikat, duke filluar nga kartolina e librit, interpretimi, lora gjuhësore, projekti, nxënësit ishin mjaft të përgatitur dhe u paraqitën me mjaft vetbesim në përgjigjet e tyre. Urojmë që me pikët, me rezultatin që ne arritëm, që ishim grupi i parë në të gjithë shkollat që kanë bërë konkurset deri tani, urojmë që na jepet mundësia të shpalosemi dhe në konkursin në Tiranë, pasi fëmijët janë shumë ambiciozë dhe janë gati për sfida të reja. Pjesëmarrja në konkurs ishte një nga arritjet tona më të mëdha. Unë dhe ekipi falenderojmë shumë drejtorinë arsimore që na vlerësoi në mënyrë të denjë. Emocionet tona ishin shumë të forta, por ambicia jonë është shumë e madhe dhe pretendojmë të kapim majat. Unë të konkurse kam shqyrë shumë, u mora me projektin, edhe përshka kishim emocione plot, por ishte një udhë shumë e bukur. Dhe kaluam shumë mirë, një eksperiencë e re. Falenderojmë mësuese Elsa Bakën, cila na udhëhoqi në këtë udhë të bukur të konkursit. Kjo eksperiencë ishte një nga eksperiencat më të bukura që përjetoi ekipi ynë, pra ekipi shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebisefa, dhe ne jemi shumë krenar për rezultatin që morën dhe për emocionet që na dha ajo përvojë. Ne dhe japim një falenderim për Zysh Elsën që na dha një suport shumë të mirë gjatë rrugës së konkursit dhe ekipi ynë që pa njëri tjetrin nuk ishin për t'ia dalë mban. Nxënësit fitues u pritën me entuziazmin e merituar nga shokët e tyre të shkollës dhe nga stafi i mësuesve, të cilët punojnë me përkushtim që nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebisefa të arrijnë rezultate të larta. Faza e parë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe ishte mes klasave brenda së njëjtës shkollë.